Përshëndetje dhe mirë se erdhe në kanalin tim. Videon sot po e nis një çik më ndryshe. Rënditet shumë. Sepse e kam instaluar telefonin në një mbajtje telefoni te karroca e birit. Dhe do t'ja tregoj ku e kam bler në Amazon. Edhe më duket shumë cool sepse i kam të dyja duar të lira. Dhe po shty djalin që ka zej gjumi. Sot si që shikoni dita është shumë e bukur, nuk është si dje që ishte vrentur. Është ftohtë. Dhe prandaj djalin e kam paketuar shumë ngrohtë edhe veten time po ashtu. Dhe sot është ditë e veçantë si çdo ditë të martave, sepse djali bën 6 javë. Dhe kemi dalur pak më herët sot se zakonisht dalim nga ora 10:30, po në orën 12 na vjen mamia, prandaj kemi dalur kaq herët. Nëse djali rri mirë, do shkojmë të bëjmë pak pazar në supermarket. Kanë dalë gështenjat edhe unë vdes për gështenja. Që të shkojmë të blejmë gështenja dhe na duhet edhe qumësht për mami, se djali e ka qumështin. Dhe nëse e zej gjumi do shkojmë të pim kafen ton të mëngjesit, po edhe nëse nuk e zej kafen do shkojmë ta pim. Dhe pastaj të shkojmë të marrim djalin një outfit për javën e 6, siç kemi filluar të bëjmë çdo javë. Dhe do t'i bëjmë fotot. Kështu. Këto ngjyrat e vjeshta sot. Dua të marr disa fruta. Po luleshtrydhe tani nuk janë aq të freskëta, po më bëjnë me sy. Po i marr. Tani sa bukur e kam varur këtu çantën me këto varse që kam bler si mbajtja për telefonin. Edhe është fantastike fare. Siç po ju thoja deri tani vetëm ka bërë gëk, nuk është se ka fjetur. Mirë po tani duket sikur jemi në rrugë të mbarë. Por Kiani kur do të flej, do që mos të ndalosh karrocën se zgjohet direkt, do me të ndo vetëm lëvizje. Edhe unë aty duhet të ndaloja, të merja një gjë, të ndaloja te kasa. Nuk është se mund të rija tërkohës në lëvizje. Edhe tani po përfitoj, shkoj te makina t'i çoj këto, duke menduar që deri atëherë ato e ka zënë gjumë mirë që të shkojmë te kafja. Kështu është me fëmijë, duhet të planifikosh mirë kur të zbresësh, kur të ngjitesh të tëra gjërat në varësi të gjumit të këtij. Erdhi dhe dita ime. Kjo është kafja ime, djali u zgjua, nuk fjeti gjumë, të si shpresa mos qaj këtu. Ashtu dhe, na pëftë mirë. Shiko se shikon pemën. Wow, pema. Sot nuk qënë ka dita jonë. Kiani sot është shumë jo i qetë. Mbase ka ndonjë hap zhvillimi nga këto kërcimet e zhvillimit që kam për shembull nga 4 javë në 5 javë, dhe Kiani sot bën 6 javë. Edhe zakonisht ai flet shumë qetë dhe shumë mirë në karrocë. Sot nuk është dita, e kam daluar këtu në rrugë. Dhe po e lëviz karrocën para mbrapa që ta zej gjumi. Se po u futa atje te dyqani për t'i bler diçka. Atje nuk është se mund të lëviz shumë në për rreshtat sepse janë të ngushtë, kështu që më duhet për shumë ta lë 2 sekonda. Të shikoj pra bluzën se 2 duar kam. Të shikoj bluzën ose ndonjë komplet që do t'i blej, edhe në këtë kohë mund të zgjohet, kështu që
Po përpiqem këtu njëherë ta vë në gjumë. Nëse funksionon dhe pastaj shkojmë te dyqani. Sa të bukura këto bukurimet e vitit të ri apo të vjeshtët. Wow, ja s'të çka ato. O, zoti më sa gjëra të bukura. Duhet marrim zbukurimet e vitit të ri, se ka ardhur koha. Shikoni. Pjela fiks kështu, dhe prandaj thash mos I gjeja edhe një plis të vogël, po këto që nga gjitha të mëdhaja. O, sa keq. Shikoni çfarë gjeta. 2 kostuma. Kjo me jeshilën 8 euro dhe pantallonkat 8 euro, pra 16 euro të dyja. Doja marr. Dyqani nuk kishin marrë furnizim të ri, prandaj nuk kishte gjëra shumë të bukura. Këto që gjeta shqyr, shpresoj që t'i bëjnë, janë 62 deri në 68, pra 2 deri në 4 muaj. Stefani. Ki janë është 1 muaj gjysmë, po I bëjnë paka shumë gjërat për 2 muaj, sepse është të polak. Ora është 10:30, tani do nisemi për në shtëpi. Më në fund të zuri gjumi thellë, gjithmonë kështu është, kur nisem unë për në shtëpi që them, ok, do flej në shtëpi, e ze rrugës, që kur shkoj në shtëpi të qaj. Gjithsesi rëndësi kaq të flej që të çlodhe, s'ka rëndësi se ku. Mami do I bëj xhiro derisa ai të zgjohet. Dhe t'u lërasin makinë. Jo, deri tani jemi shumë mirë. Çmimet ishin shumë të mira, pra 16 euro të dyja, dhe I mora edhe 2 palë streçka, sepse ja veshim në shtëpi me badi edhe është I qetë. Sa me fat që janë fëmijët e sotëm. Karocë, dalin xhiro, prindrit I shtyn se kanë leje lindje. Prindrit tanë të shkretit na linin në një vend, aty na gjenin duke qarë, ose jo. Ku kishin karocat na nxirrin kështu xhiro nga lumi. Kurse Kiani, po dhe çdo fëmijë sot, ja. Prindrit pas tyre 100%. Pastaj më bën përshtypje kur ka mama që thon, vetëm 1000% pas fëmijëve nuk merren fare me veten time. Po ç'është kjo? Do merremi me veten ton pa le. Se në këto muajt e lindjes I dedikohemi komplet fëmijëve, po. Po tani një 10%, një 20% duhet ta mbajmë për vete. Sepse fëmijët duan një mami që të ndihet mirë me veten e saj. Unë se nuk ndihem mirë me veten time në rast parë, si do ta bëj të lumtur këtë fëmijë? Fëmijët e ndjejnë atë që ne ndjejmë. Prandaj për mua është vërtet shumë e rëndësishme që këtë ecjen që po bëj, unë nuk po e bëj vetëm për djalin, po e bëj se është si terapi dhe për mua. Kështu që çik më shumë të marrim kohë për vetë, domethënë të marrim kohë. Po s'ka kohë, s'ka qa bën. Po kështu të përpiqemi që 1% të vogël ta mbajmë për veten tonë. Ti futim dhe partnerët në punë. Merre ti fëmijën, vaje pak dhe unë po merrem pak me veten time këto 1 orë apo 2 orë. Kam të drejtë apo ja futa kot? Si ja bëni ju mamat e reja? Fokusojeni 1000% vetëm te fëmijët? Apo leni dhe pak kohë, energji dhe resurse
për veten tuaj. Sa po erdhëm në shtëpi, e vura Kia në gjumë, pivi, ora tani është 2, pra u kthejmë në shtëpi në orën 11. Erdhi mamia në orën 11:30. Djali kishte shtuar goxha në peshk, kështu që ato më dyshjet që kisha që kam qumësht, s'kam qumësht, janë shtukur tani kohëve të fundit, edhe ai shton në peshk shumë mirë. Tani që po fle, mendova t'ju tregoja ç'a bleva. Bleva pra këto 2 trikot që ishin bashk, bezha, edhe kjo ngjyra këtu, edhe kishin pantalonka poshtë. I kam marrë për 2 deri në 4 muaj dhe kjo bezha dhe kjo ngjyra mente, pra kam blerë 2 komplete që t'i bëjmë edhe fotot e 5 javshit, po edhe fotot e 6 javshit. Pastaj bleva edhe 2 palë geta, një palë bezh edhe një palë të bardha, sepse unë ja vesh me body në shtëpi edhe janë shumë komode, edhe për t'i veshur dhe ai rrihesh dhe i ngrohtë, po edhe komfortabël në shtëpi. Kështu që i mora edhe këto. Gjë tjetër nuk bleva, bleva ushqime gjeta gështenjat, siç e pat mbasi në video. Bleva ushqime për të gatuar, nëse do më lej Kiani kur të gatuaj, do t'ju tregoj se çfarë do gatuaj, besoj që do bëj pul me perime dhe me ndonjë salcë, ose pul me orize dhe me salcë. Çfarë tjetër doja t'ju tregoja? Doja t'ju tregoja 2 produkte që mund t'i gjeni tek TikToku im dhe t'i blini. Të shkoni te profilim dhe të shkoni aty tek showcase, si të po e bëj screenshotting këtu, edhe mund t'i gjeni dhe t'i blini. Është kjo këtu drita, e cila vendoset, cila vendoset ose te telefoni, ose tek kamera. Edhe shikoni se sa nice që është, e ndes këtu. Edhe e vendosni, e kapni te telefoni pap, edhe i bëni fotot shumë të bukura gjithmonë. Edhe mua tani për shembull që kur Kiani është në gjumë në mëngjes në orën 6, unë nuk xhiroja dot se nuk kishte dritë natyrale, edhe mund të vendos këtë, edhe mund të xhiroj në çdo kohë të përfitoj kur ai fle, edhe të bëj videot. Mund ta vendosni si për fotoportret, si kështu, kur e bëni telefonin, edhe ju mban. Ka këtu butonat që për shembull është fikje ndezje, e ul, ndryshon ngjyrën. Zgjidhni atë që ju përshtatet, pastaj ngren intensitetin, ul intensitetin. Edhe këtu pra e ka, nëse ka në kamerë, tash nuk e di se si futet, besoj kështu, prit. Nuk e di. Di që kjo këtu futet brenda dhe këtu vendoset për shembull tek tripodi, kurse kjo vendoset tek kamera. Kështu, nuk e di se sa ishte, nuk ishte shtrenjtë fare dhe unë bëra shumë video të bukura, do me thënë ka një ndryshim totale tek fotot, ja ku është fotoja me edhe pa dritë, edhe po ja them dhe njëherë gjeni tek TikToku im. Dhe produkti tjetër është ky produkti këtu që bën foto momentale edhe i printon direkt. Ja ku kam disa shembuj, mace. Edhe veten time sot në mëngjes, po ashtu e gjeni tek TikToku im. Edhe mund ta blini direkt, vendosni të dhënat e adresës edhe ja u sjellin direkt në shtëpi. Për ato që më duhet mua, sidomos për kujtime, tani që Kiani është i vogël, që të bëj ato librat e kujtimeve të tij, do më hyj shumë në punë, edhe shikoni ja ku është. Ndizet, fiket, edhe mund t'i bëni dhuratë shumë të mirë fëmijëve, sepse ka foto, ka video, ka edhe lojra për fëmijët, ka edhe muzikë që mund t'ja vini. Dhe ishte shumë interesante të shikoni se çfarë fëmijët tuaj ju duket e rëndësishme dhe ju bëjnë foto. Besoj që ju do jeni patjetër pjesë e fotove të tyre.
Kështu që kjo është një dhuratë shumë e bukur edhe për vitin e ri, për fëmijët. Kurse unë e mora për veten time që t'i bëj djalit sa më shumë foto ti dhe mundur. Kështu tani do sistemoj komplet rëmujen që kam bërë. Do ve gërshtenjat për të zjerë. Do haj një copë bukë se po mbaroj. Bleva të bukë. Dhe pastaj kur të zgjohet Kiani do t'i vendos, do t'i vesh. Si në ngjyrë t'i vesh sot. Ose bezhën ose tjetër, nuk e di. Do vendos njërën nga të dyja. Edhe do t'i bëj fotot me 6 javë, me numrin 6 që kam pakon që më ka bërë dhuratë ajo mamaja ku kam qenë au pair, babysitter. Ma ka bërë dhuratë që t'i bëj fotot Kianit çdo javë, çdo muaj, çdo moment të lezetshëm. Kështu, po sistemoj, po ha, presim Kianit të zgjohet, dhe nuk është e vështirë të zgjohet, është zgjuar tani që kur e kam vënë në gjumë një 3-4 herë, duhet t'i fusja çuçin, ta përkedhelja e cikë të koka që ta zinte prapë gjumin. Kështu që duhet t'i bëj të gjitha punën shpejt për 10 minuta derisa ai të zgjohet. Të bëjmë fotot. Tani veshjen e kemi gati. Edhe skenën e kemi po gati. Thjesht do bëjmë foto tani. Okej? Jena humor të mirë, mami. Jena humor të mirë të bëjmë ca foto të bukura. Ja t'ju tregoj skenën. Do ta vendosim këtu. Edhe Lea është gati. Gati Lea, bëjmë foto. Ora është 6. Nuk më besoni që Kian ka qenë orën 3:15 që fle mbi mua. Gati 3 orë. Tani duhet ta zgjoj që ta ushqej. Imagjino, po ta lë. Do me thënë, ta vë në gjumë dhe ta lë në krevatin e tij apo në divan, nuk fle më shumë se 20 minuta. Ka 3 orë dhe tani unë ngrita edhe lash një qikë si në anë, që t'u hedhja maceve ushqim, po edhe se më shkoshë shumë në tualet, edhe akoma fle. 3 orë. Kështu që nuk kam gatuar asgjë, e vetëm një gjë që kam bërë deri tani ishte ju përqafova me atë, e shijova, edhe thosha, okay, dhe gjysmë orë do zgjohet. Dhe t'ju tregoja këtë, mbase ja kam treguar në një video që të patrurimi mamit nuk punon mirë. Kjo këtu është ajo që përdor për të bërë foto dhe thot viti im i parë. Quhet Big Day Graphics. Sa t'ja duket. Edhe ka këtu brenda, përveç se fillon me dita e parë, java e parë, java e 4, muaj i parë, muaj i dytë dhe kështu me radhë, ka edhe momente si për shembull buzëqeshja e parë, hera e parë që hëngra, hera e parë që dolla, hera e parë që dolla me karrocë, ku dëgjon dhe të jep dhe ide se si të bësh pra foto, jo vetëm të bësh foto, po çfarë fotosh të bësh për shembull. Së mbaj shpirt sot, kam qeshur për herë të parë, lexon. Sot kam qetur për herë të parë kështu tërë natën. Po nduroj. Sot jam ngritur për herë të parë në këmbë për shembull. Sot kam bërë hapat e para, e kështu me radhë. Kështu që është shumë e bukur, e kam marrë dhuratë nga, po thosha, ajo mamaja që ka qenë atëherë babysitter. Okej, tani po mendoja shpejt të gatuaja diçka, të bëja oriz me perime dhe me pull. Nuk e di kur do zgjohet tani dhe ora 6. Stefani duhet të vi tani për pak, unë kam lajmëruar që s'kam gatuar akoma asgjë. Anyway, po gatuaj dhe do t'ju tregoj në fund se çfarë do gatuaj, edhe dita sot ka qenë shumë e mbarë, do me thënë, Kian ka fjetur gjumë mirë, sidomos kur është me mami. Po mami duhet bëj një punë, ka për të gatuar, ka për të larë, ka për të ku dëgjon, do me thënë, pash një thënie dhe më pëlqeu shumë. Thoshte babi, puna e babit është
Dad's work is sun to sun and mom's work is never done. Që do të thot puna e babit është nga lindja e diellit deri në perëndim të diellit, sepse zgjohet në mëngjes, shkon në punë edhe vjen, kurse puna e mamit nuk është kurrë e mbaruar se fillon që kur zgjohet fëmia, kur ai fle bëjmë gjëra, kur ai zgjohet natën, shumë fëmia zgjohet natën, duhet ta ushqejmë, duhet ta ndërrojmë. Nuk është them që babi nuk ndihmon, po për shembull Stefani, unë kam fëmijën në gjik, që do të thotë duhet të zgjohem unë, edhe duhet ta ndroj unë, sepse edhe po të ngret Stefani, do t'i japim mbase një shishe që unë kam pompuar, po kaq. Nuk e ushqen dot me gjik. Kështu. Okej. Po filloj të gatuaj. Ka një mizë atje Luk? Po nuk të ndihmoj dot si babi. Stefani e ngren Luk kur ka miza që të gjuaj miza, po unë nuk jam aq e gjatë me zemra, mos më shiko kot. Nuk të ngrej dot. Të vi babi të të ndihmoj. Mirëmëngjes nga dita tjetër. Tani jeni mësuar me mua që nisim video në një ditë dhe mbarojmë pas 4 ditësh. Sepse varet si me lajko djali. Gjithsesi, sot thjesht po vazhdoj ditën tjetër, pra nuk ka zgjatur kjo video 4 ditë. E kam marrë djalin në makinë, mbrapa, solla Stefanin deri tek një qendër për të marrë një makinë me qira, sepse Stefani në fundjavë nuk do jetë. Stefani do shkojë në një panajër dhe mua do më vi vjera. Do më vi mami Stefani, që të njohë djalin, që të kalojmë kohë të dyja bashkë, edhe do ri deri disa ditë, 6 ditë. Dhe Stefani është 3 ditë ikur, pra 3 ditë do i harxoj vetëm me Vjerën dhe 3 ditë pastaj do jetë dhe Stefani që të kaloj dhe ai një çik kohë me mamin e tij. Jam shumë e lumtur që po vjen, jam shumë e lumtur që do njohë djalin dhe jam shumë e lumtur që do ta kem njëherë për vete, se gjithmonë kur shkojmë për vizitë te Stefani, është gjithmonë jemi të gjithë bashkë, është motra Stefanit me fëmijët, edhe fëmijët normale që i marrin vëmendjen gjyshes. Është burri, janë qenë, është macja dhe unë këtë herë do ta kem vetëm për veten time, edhe djali, po djali akoma nuk është se kupton shumë edhe nuk është se do marrë shumë kohë nga Vjera. Kështu që jam vërtet e lumtur o njerëz, ta kem një Vjerën të dalim kafe të dyja si shoqe, se asnjëherë nuk kemi kohë për veten tonë shumë shpesh. Kështu që mezi po pres. Tani e solla Stefanin këtu unë edhe thash, Stefani donte që të më bënte një dhuratë. Edhe ta shumë qa dhuratë, okej, i bëra unë një dhuratë, i bleva atë Nintendo për të luajtur, që luajmë shumë me Mario, ku t'i gjohëm me gjëra tjera. Edhe tha mua, ndenjë dhe këtë muaj ishte mirë nga nuk ishte përshë shumë lek. Edhe më tha dua të të bëj një dhuratë, ta shumë okej, qa do më bësh? Edhe tha dua të të bëj, se më kishte mbaruar Q-Face Carry produktet që kam bler që në shkurt, njerëz që në shkurt deri tani më zgjatën produktet, domethënë që e kam bërë rregullisht kujdesin ndaj lëkurës. Edhe tha do shkosh ti marrësh të gjitha të reja setin, tha, edhe një herë dhe do ta paguaj unë. Jo se nuk do e paguaj vetë, po më thjesht më dilte koha, gjithsesi tani është një motivacion më tepër sepse nuk do prish as lek. Domethënë lekët e ti, lekët tona janë, po dalin nga llogaria e tij dhe jo nga llogaria jone përbashkët. Dhe është një dhuratë që ai do të ma bëj mua dhe pse jo. Kështu që meqense solla Stefanin deri këtu, jemi në qytet, dita është fantastike, siç po shikoni mbrapa. E thashun, okej, shkojmë të blejmë produktet. Dhe të shikojmë dhe të famë mund të blejmë ndonjë gjë tjetër, dalim njëherë për dallë me birin, atë ka zëngjumi, kështu që e kam një çik problem që do ta nxjerr prapë në këtë Seçolinën, do doja ta nxjerrja në karrocën. Mirë, po kur ai flet tani po e futa në karrocën, karroca është e ftohtë. Kështu që do përpiqem që ta fut në Seçolinë, po nuk lejohet më shumë se 1 deri në 2 orë maksimumi. Kështu që do rrim deri në 2 orë vërtet dhe pastaj do kthehemi në shtëpi. Ora është 9, ai ka orarin e gjumit. Kështu që inshallah sot është më mirë se dje që edhe të ulemi të pimë latte macchiaton ton, por nuk do shkojmë te furra e bukës që shkojmë zakonisht, të gjejmë këtu ndonjë furrë buke. Do i shkruaj dhe Vjerës pastaj nëse do ajo ndonjë gjë, për shembull ka dëshirë të gatuaj diçka edhe i duan gjërat, ose mund të shkojmë edhe bashkë në supermarket. Po, ndoshta.
dhe dhurata komplet, nuk që në kanë aq të shtrenjta, 15 euro tëra këto gjërat. E mora çdo gjë që më duhej. Shikoni sa të bukur këto advents kalendare. Do t'i them Stefanit vitin më marri këtu një. Se shiko sa të bukura që kanë. Nuk më intereson. Shiko nuk kushton kanë as shumë. Ja, 80 euro, pas ka edhe 50, pas ka edhe 32. Shi sa të gjëra të bukura. Okej, këtu mbaruan punë. Tani shkojmë tek dyqani i drogerisë. Djali po flej, inshallah. Qyteti është shumë i qetë, ora është 9:30 ose 10 pa një çerek tani. Dhe këtu dyqanet akoma janë të mbyllura, mu desh madje të prisja pak para dyqanit, sepse ishte mbyllur në orën 9:30 hapej. Dhe akoma s'ka dalë dielli, se duke qenë që janë ndërtesat shumë afër me njëra tjetrën dhe të ngushta rrugët, por koha është shumë e mirë. I bleva të gjitha gjërat që më duheshin. Madje bleva ekstra, sepse Stefani më dha 100 euro ta bli çfarë të duash. Dhe rutina ime, pa kremin e syve se ato e kisha, nuk e kam mbaruar, shkoj 80 e pak. 80. Dhe thash, më jep edhe një mask për fytyrë, që kushtonte 21 euro. Edhe kam tani të tërë setin edhe njëherë nga fillimi. Ja ku është dyqani i drogerisë. Shkojmë se dua të ble disa vitamina për Stefanin. Stefani në periudhën e dimrit sëmuret shumë shpesh dhe tani nuk më intereson të sëmuret, se më sëmur dhe djali dhe do shkoj t'ja ble unë vitamina. Më duhet edhe një rimel. Shikoni të rrugët janë bosh. Vendet janë bosh. I kemi rrugët e qytetit vetëm për vete. Shikoni asnjë njeri. I mora gjërat që më duheshin tek DM. Tani po kërkoj mbase vosar të ndryshim baka që ka dita që kanë nxjerr plerat për të marrë. Po kërkoj një vend të lezetshëm ku mund të pi një cappuccino ose një latte macchiato, që t'jetë edhe një qik i bukur dhe i gjerë, që të rrihet dhe djali rehat. Nuk e di çfarë ishte aq e shtrenjtë në DM, se vetëm gjëra kot i bleva, po mbase maskara, mbase ishte vetëm ajo një 12 euro. Nuk e pash fare çmimin, unë mora atë që pash që më pëlqeu dhe nuk e pash çmimin. Edhe pagova 27 euro për mora 2 lëngje për gjithëdhënie, një çaj për gjithëdhënie, pecet për t'i vendosur poshtë tek sytjenat që mos lagen sytjenat, dhe një vitamin që ishte 7 euro, pagova 27 euro. Mbase ajo e qerpikëve. Kështu, tani të kërkoj për një vend ku të ulemi. Po djali po fle, mbase do eci dhe pak, që ta shijoja i gjumin dhe pastaj do ulem, nuk e di, ta shikoj. Bleva edhe qumësh për ta bërë shllak, sepse më ka vajtur mendja prapë për një tiramisu që do ta bëj ashtu siç sipas stilit Wenxhi. E di që herë tjetër më gjykuat, jo Wenxhi nuk bëhet ashtu tiramisuja, po ashtu më pëlqen. Ashtu ta bëj për veten time, se nuk më pëlqen me vezë. E di që tiramisuja tradicionale është me vezë, mua s'ma pëlqen. Kështu që do bëj ashtu siç më pëlqen mua, se unë do ta ha. Kjo kafja këtu është tani kafja ku do shkoj të pi latte macchiaton tim. Kështu. Pastaj do nisim në shtëpi, biri po fle. Edhe
sa po pivëm pak qumësht, lamje qik. Aq e vështirë është ndonjëherë ta pomposh qumështja gjyq, sa më vjen t'ja buz biberonin në gojë që ta pi me hir ose me pa hir. Se këtu tani, po nuk e pivi brenda disa orësh, ta hedhi. Të qetësohet një biri, pastaj do vazhdoj mami kafe. Ishe i uritur t'ja. Mami pin latte macchiato, biri pin vetëm latte. Edhe diçka. Bëjmë edhe detyrat e fundit pasi pin qumësh dhe pastaj jemi të qetë. Sa pas kam përqyrë ka? Hople? Bleva çdo gjë që më duhet dhe ato që nuk gjeta atje, veshje për dimrin për djalin. Dhe shkojmë në shtëpi. Sa po erdha në shtëpi, ushqeva djalin dhe ai tani po flet, kështu që kam kohë t'ju tregoj shpejt se çfarë bleva. Kam 2 qese këtu. T'ju tregoj shpejt çfarë bleva dhe më me detaje produktet e kujdesit të fytyrës do t'ja u tregoj në një video tjetër, sepse do bëhet video shumë e gjatë dhe mua më duhet ta bëj gati çantën dhe çdo gjë, sepse kemi për të takuar me disa ish kolege shoqe të shtëpia e tyre, secila nga ne ka fëmijë, kështu që të takojmë nëpër shtëpia tani, se s'ka rrugë tjetër. Bleva në djem këto pec për gjoksin, që duke qenë se tani kullon gjoksi kur mbushet shumë dhe fëmia nuk e pin, duhet që të gjejmë zgjidhje, edhe ato janë shumë të mira, janë 30 cop, pra 15 përdorime nga secila anë. Dhe janë vetëm 3 euro e pak. Kam marrë këtë çajin për gjithënje që është me moll, me shije mollë. Se herën e fundit e kisha me shije kamomili, më duket. Kam marrë sërish këto, sepse akoma 6 javë vazhdon nga pak gjakderdhja. Kështu që mora dhe këto, të kem si lines normal, dhe këto që janë ditore, që janë më të holla. Besoj tani do më duhet të përdor ditoret, po edhe linesit për t'i pasur se nuk e dihet. Jemi mësuar pa perioda në shtatzani dhe tani se si më duket që kam 6 javë. Kam marrë 2 smoothie për gjithënje, janë shumë të mira sepse kanë gjitha këto vitaminat këtu mbrapa. Hekur, jod, kalcium, çdo gjë. Kam marrë 2, secila nga këto është 1.5 euro. Kam marrë 2 krem pana për të gatuar, ose për një ëmbëlsirë, se më vajti mendja për tiramisu, siç po ju thosha. Dhe mora edhe këtë qumshtin e kondensuar, nëse do bëjt ndonjëherë prap 3 leçe. Dhe tjetër që mora këtë vitaminën A deri në Z, me gjitha vitaminat këtu mbrapa për Stefan. Dhe kaq mora, edhe një rimel. Kjo është rimeli që mora, më duket nga L'Oreal. Dhe qa mora të kik për djalin, po jo tregoj edhe këto shpejt. Mora këtë overallin e bardhë me veshka me arush, që për dalim jashtë të jeti veshur ngrohtë, e thjesht ta vendos në karroce, mos ta vesh shumë trash. Mora pastaj këtë overallin, që për shembull kur dalim jashtë tani që do shkoj tek shoqet, nuk ka nevojë ta vesh shumë trash, që edhe po ta zë gjumin në karroce, mos ta nxjerr, po edhe mos ta vesh shumë holl, që të më ftojë djali, kështu që është ky overalli këtu, shumë i mirë, edhe i butë, edhe me kaput. I kam marrë prapë këtë overallin këtu, edhe për në shtëpi, po edhe për të fjetur. Dhe 2 kostumka për të fjetur, pastaj një këtë,
sepse është rritur dhe nuk I bëjnë më të tjerat. Edhe një këtë që mund ta mbajmë edhe për të fjetër, po edhe për në shtëpi për të dalë se është I lezetshëm. Kështu, kjo është e videoja. Unë tani po bëjmë gati, po bëj çantën gati dhe sa të zgjohet djali do ta paketoj dhe do shkojmë tek shoqja. Për të ngrënë sot drek, gjithmonë haj një çik që më ka mbetur për shumë nga dita tjetër, sepse dje që gatova, nuk kam kohë të gatuaj gjatë ditës, sepse o da gatuaj, o do pastroj, o do kujdesem për djalin, o do jem këtu aktive për ju. Dhe këtu kam pasaj gjitha produktet e kujdesit të fytyrës Douglas, quhet firma dhe do ja tregoj në një video tjetër një nga një me detaje. Për sot e mbyllim këtu dhe shihemi në video tjetër. Ciao!